Ajeti dhe mësimet e tij. Në ajetin 22 të surës Zumar, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min rabbih. A është vallë ai të cilit Allahu ja ka hapur kraharorin për Islamin e që është me një dritë nga Zoti i tij? Mësimet kryesore të këtij ajeti të bekat janë: mësimi i parë, udhëzimi është dhuratë e Allahut. Hapja e zemrës për Islamin nuk është thjesht çështje dije, por mirësi dhe dritë nga Allahu. Mësimi i dytë, Islami sjell qartësi dhe dritë shpirtërore. Besimtari i udhëzuar jeton me bindje, qetësi dhe siguri të brendshme. Mësimi i tretë, zemra e hapur dallon nga zemra e mbyllur. Jo të gjithë njerëzit e pranojnë njësoj të vërtetën. Dallimi është në gatishmërinë shpirtërore, po ashtu dallimi qëndron edhe tek zemra, nëse ajo është e hapur e pranon të vërtetën. Nëse është e mbyllur për shkak të mëkateve, është vështirë që ajo ta pranojë të vërtetën. Mësimi i katërt, drita e Allahut udhëheq veprat. Ai që është i mbuluar me dritën e Allahut nuk ecën me errësirë morale apo shpirtërore. Rrugët e tij në jetë janë të qarta dhe ai ecën në këtë rrugë të drejtë, të qartë, pa brenga dhe pa frikë. Udhëzimi i vërtet është kur Allahu ja hap zemrën njeriut për Islamin, duke vendosur atë mbi dritën e besimit, qetësisë dhe drejtimit të saktë në jetë. Islami është dritë, sepse Islami është fe e Allahut, i cili është drita e qiejve dhe e tokës.